19:08 ose 78 minuta. Zhurma vazhdon ande nga krau tjetër. E shiut apo e protestës? Po e shiut më apo e trafikut? Nuk e di Juli. Nuk e di, thjesht është një zhurmë. Juli. Por ne do mundohemi t'ju shqetësojmë sadopak këtu, t'ju relaksojmë dhe t'ju bëjmë që të merrni atë gishtin e t'ja vendosni mirë kokës. Po Juli, po pse skuqesh ti Juli? Unë tani ka ardhur momenti ta them publikisht. Thuaj, disa e kam mbajtur këtë gjën brenda. Kam pasur një admirim gjithmonë për ty. O, do më thua sy të gjithëve? Po, sy të gjithëve. E mori vesh. Po, kështu që prandaj Angelo ndikon dhe kjo ishte edhe arsyeja pse unë zgjodha që ti ishe ti sot këtu i ftuar për të folur për këtë temë. Pse më shkruaj ti Angelo? Po që kemi ndarë, ai merret më shumë me të ftuarit, unë merrem pak më shumë me këtë pjesën tjetër. Unë jam ai pas skrupullti që shkruan mesazhe edhe nëse nuk them përgjigje. Shumë i sjellshëm ishte po. Plus që unë e kam parë emisionin edhe dëgjuar, po e kam parë në shtëpi, domethënë parë në televizor, po dëgjuar gjithsesi. Edhe më ka pëlqyer. Më ka pëlqyer edhe doja që t'isha kështu, edhe nuk të refuzova. Ishte plani që të vija të hënën e kaluar. Po kishim një aktivitet, Rita Petro nxirrte një libër, i kisha dhënë fjalën Ritës do shkoja aty. Ja thash. Edhe tash me panairin në Shizon thash, mund ta shty. Edhe shtyra për të hënë, kështu që pavarësisht shiut e stuhive, tufanit, un jam këtu. Edhe kur kisha menduar që të gjithë emrat e emisioneve me top kishin mbaruar, vjen top fare. Kisha shkuar mendja kështu. Po pse nuk zgjodhëm ta prezantonim? Pse s'ka nevojë, dihet, thjesht i Blendi dhe kuptohet kush. Po prezantohem më kurse kanë ngel pa mbiemër. Jepe pra Julis. Blendi Sale, faleminderit që jemi ne sonte. Është kënaqësi çuna. Kemi zgjedhur të ndjecan, kemi zgjedhur të flasim pak për martesën, por të vazhduar të qëndruar tek ai admirimi. Unë nuk të kam admiruar vetëm si prezantues, si moderator, si njeri i medias, po të kam admiruar. Lagjen ku e ke? Jo, lagjen nuk e di, e ka thënë te Petronini. Unë duhet se të pash ty aty te Senjishi, mos ja për një Senjishi ti, mos ngjet një. Jo, me aty shkoj te Nusja. Ah, okay. Pash njëri një ditë me një golf. Po, okay, ti e bra, ti e. Po reklamën e bëri Blendi, si kemi bërë. Jo, me golf e kam fjalën me golf. Bleshi, i veshur. E Blend, si ishte dita jote sot, top fare apo tap topi? Tap topi. Ah, sot topi. Bravo, sot ka qenë. Më fut doli dikush dhe gjira top fare, tap topi, bukur. Ka ndonjë pyetje që nuk do ta bëjmë sot? Sa për ta bërë. Mund bëni çat pyetësh doni, s'ka asnjë problem. Okej, bukur. Pastaj do të isha pyetësh keni atje? Jo, mos e bëjmë ndonjë për. Ju se pashi po shikojen pas ka shkruar, keni shkruar pyetje? Po ja, shumë keni bërë. Kemi skenarin me dokumenta. Kjo është gjë e mirë. Gjithmonë skripta manent. Si është normal, s'mund futesh kështu tafti bafti, është përgjegjësi shumë e madhe mikrofoni. Një emision që quhet top fare. Te top topi pastaj. O Blend, kur flasim për martesën dhe për marrëdhënien, cila është më e rëndësishme, të gjesh partnerin e duhur apo ta mbash këtë partnerin e duhur me vitet? Po shikoj, ato shkojnë dora dorës, mendoj se nëse se gjen se mandot, mbajnë gjë tjetër pastaj. Por çike interesant për emisionet darkë ti. Po shikoj, mund të jenë edhe të mëngjesit darkës, po radio është radio. Unë kpus nga këto, pastaj do t'u shpjegoj, shikoj, më falni, ishte batuta ime radiofonike. Se i bëj edhe jashtë radios ndonjëherë, por kur janë bukura do t'i kapësh, domethënë. Në gjesh momentin. Por mendoj që janë të dyja shumë të rëndësishme. Thonë është një shprehje që është më kollaj të gjesh sesa të mbash. Se mund të ndodhi që ta gjesh, por pastaj është puna ta mbash. Në rastin tënd si ishte? Më kam mbajtur deri tani, më kam mbajtur. Mbash me këtë të më mbaj. Po, bukur. E gjetë Evangel. Sipas jush, çfarë është një marrëdhënie e shëndetshme në një kohë ku njerëzit krahasojnë jetën e tyre me jetën e tjerëve në Instagram? Është bërë e vështirë. Është bërë e vështirë sepse është kjo, pra, kjo që ti e përmend, Instagrami, rrjetet sociale, çfarëdo qofshin ato, që janë vendi ku njerëzit reklamojnë më të mirën, dhe shikon, është me gruan duke pirë verë në Vjenë, në Paris, në ku diun tani ku shkojnë ata, sepse gjithmonë reklamohet me bukura e jetës që ne kemi. Edhe unë, me thënë drejtën, ose të gjithë ne. Po, pra nëse jam duke ngrënë, siç më pëlqen të havra, bukë me djathtë, një gjë kështu. Thjesht nuk i bëj foto asaj për ta ashtu se kurse me djathtë fund. Po, por ti reklamon më të bukurën dhe nëse je me brek për shembull në shtëpi, duke shfetuar Instagramin se s'ke ku të shkosh, e shikon ky që nga atje, ky pas ka vajtur atje, ua këta në Paris prap, domethënë të depresionon. Edhe studimet e vërtetojnë këtë gjë që 10 minuta të kaluara në rrjetet sociale, nëse mat gjendjen tënde emocionale, bie. Rrëzohesh pak. Kështu që në këtë kohë kur të gjithë po krahasohen, po duket sikur ata bëjnë jetën më të lumtur, çiftet nuk i tregojnë sherrat e tyre.
tyre, ato mosmarrveshjet, ato gjërat njerëzore, cenet që kanë etj. E krijohet kjo ide sikur vetëm unë ziem me gruan. E kupton, që një gruë me cilën nuk ziem as i gruaja këtij. Apo diçka e tillë, domethënë, dhe shumë njerëz ndikohen nga kjo. Të gjithë votën të kërkosh si gratë tona nuk gjen. Jemi ne të mirë, pa janë të mira gratë. Gjitha gratë të mira janë. Kështu që këtë mendoj që kur nuk edhe pjekurinë, se mos kur janë çifte më të reja që nuk kanë kaluar atë fazën e, po themi është ajo 7 vjeçari i parë që është i rëndësishëm. Sa vjet u bë ty? Unë i kalova 7. I kalove 7. Në çift. Po. Okej. Bashkëtesë se unë jam te këto çifte që jam. Ti që je praktikisht i martuar zotri. Ai gati. Praktikisht po. Po s'do bëjmë dasëm, shumë lek o blend. Shiko. E kishte plan po. Jo, shumë lek. Edhe dalin ore, nëse bën llogaritë siç duhet, ta hedhin në gjë ata. Po ku ky është kothere? Po këtë mos e merrti. Mos u flasim ja. 200 lekë do bëj. Për bilancin me mua. Pas ka një 50 lekësh të vogël, do 5 lekësh po. Ja, nuk është shpenzim shumë i tepër. Po nuk e di, po na rritet rroga edhe mund. Pash një dasmë dje nëse mund t'i tregoj shumë shpejt. Pash sa makinat një dasmë, vinin rreth sheshit Nën Tereza për të festuar, duke rënë burive këto, sa makina të bukura. Dhe kishin në vend të targave kishin vënë ca shprehje shumë kreative, kishin mburuar. Njëra thoshte s'ka më jetë note. Për shembull, hongra dhe ti e dy. Po, gjëra të kësaj natyre. Njëra ishte -1431 followers. Që ka një nusës me sa ikin gratë, ikin. Po, okay. DJ Vini shefi i sallës. Po. Po thotë që duhet ikin për reklama. Rikthehemi sërish vetëm pas pak, vazhdoni që ndroni këtu me ne. Marrëdhënia jote me librin është shumë e ngushtë. Do thosha po, jam i kënaqur për këtë, po. Vjen ngushtohet akoma. Po, tani çfarë të kanë mësuar librat që nuk ta ka mësuar martesa dhe kundërta? Okej, do ta shkruaj këtë se jemi me 2 pjesë. Tani librat librat janë përvoja nga më ndryshmet. Librat vetë janë shumë të ndryshëm. Unë me një jam martuar, një grua, dhe ajo më ka mësuar shumë gjëra, me thënë drejtën, po se si të jetosh me një grua, e si të bësh paqe me ca gjëra, si të mos thuash sa fjalë që mund duash të thuash në moment të nxehuri etj. Që si mëson në libra. Do me jeta me njëri patjetër, që çoravet nuk shkojnë vetë në lavatriçe i dashur. S'ka libër që ta mund t'i bëj të gjitha unë, po, se s'ta kam për borxh, s'jam jetëm, etj. Dhe asnjë libër s'm ka folur kështu. Ka shtroç. Po, kështu që kurse në librat pastaj librat janë të mrekullueshëm, sepse mos më fol në vesh DJ Vini, të lutem tani se. Po dëgjon. Kur na flet Vini në vesh të dashurin tim. Por librat janë një mënyrë për të jetuar më shumë se sa një jetë, thonë ca njerëz. Se ne kemi ato kufizimet tona. Njëri thoshte për shembull, po të bësh një eksperiment, sikur gjithë gjërat që dëgjon në një ditë, edhe që thua vet, të marrësh të shkruash një libër. Për më çka ke bën? Mirë, ama se u dia mirë, çfarë bën? Kënaj cigare, edhe ta mbush ai libri me, domethënë ai teksti është aq i përditshëm, banal edhe kështu, edhe thua, okay, po mbetes vetëm te ky. Po. Mos lexojmë një libër që ka një ide, në një gjë tjetër, na flet për ca vende të tjera, për në një që bën dashurinë në mënyrë ndryshe, ku do të se çfarë. Domethënë është më i pasur si tekst, është më i plot, më i menduar. Dhe arrogante mos lexosh. Fal që ndërpres, ty të del mirë se ti ças thua te wake up, domethënë thua gjëra të bukura, domethënë fillimi kapitulli i parë mund të dalë mirë, pastaj aty nga dreka se çfarë mund të bësh në gjë kështu. Po. Nga dreka ndër se jam palestër. Me shtytje. Thash mos ishe duke gatuar edhe të dojë speci. Gatuar në banjo më, dikur ishte furnela atje. Hyrje të vogla dikur. Tani mund ta marrësh sa lekë. Ka për furnelën në banjo çuna? Jo. Unë jam fishek 99, kështu që jeni të rinj, edhe atë alla turka po jo, këtë. Alla turka po dikur pothuajse të gjithë familjet përveç atyre në kat 5 që kishin shkallën që mund të përdorin, e kishin furnelën me vajguri në banjo, edhe aty bëj gjella. Çishi? Në banjë, po, kryesisht lider. Çka ke bën sot? Pra kështu. Si faleminderit Vini, e pastrova. Po blen, a është e vështirë ta ruash privatësinë familjare? Ti ke kohë që je në media dhe asnjëherë nuk është për të përgëzojmë për këtë që arrin ta ruash privatësinë. Po jo, Angelo, sinqerisht, nuk është se un kam pas në një skandal për të fshehur apo, domethënë unë mundohem që të mos ekspozoj shumë fëmijë.
Në kuptimin e sa është jeta jonë private, edhe ndoshta e drejta e tyre që mos më thon mbas 15 vjetësh o basi na kanë nxjerr këtu, si na kanë nxjerr atje, domethënë pse, kështu që mundojmë ta mbaj, edhe më duket pak edhe si show off, domethënë kështu me tregu. Kështu që nuk është edhe çështje moshe. Se kur jam i ri, ke më nevojë për afirmim nga të tjerët. Domethënë që ti shikosh që të tjerët të vlerësojnë dhe në këtë mënyrë ti jep vlerë vetes. Pastaj me kalimin e kohës, kupton që vlera është ca gjëra të tjera. Vlerën e ke, po e ke edhe së brendshmi, nuk ka nevojë të bëjnë like njerëzit që të thuash okay, që kam rregullun. Pas kam familjen e mirë sepse njerëzit më thon komplimenta sa familje e bukur kështu. Kështu që më thua edhe plus që gruaja ime besonte syri keq. Kështu që nuk se na thot na smuret goca, sa e nxit na smuret goca. Kështu që e mbajmë në një minimum, nuk duam të tregojmë, po nuk ka ndonjë gjë për sekret apo kështu, se si jemi Bill Gates me çoqen kur mund të ai. Ti mban hudhër me vete në xhep? Ja. Jo, për ty nuk është se intereson. Unë jo vetëm s'mbaj hudhër, po unë për hatër të emisionit të mëngjesit kam vite që s'ha hudhër. Okay. Se e kemi parasysh kur të vjen njëri që ka hangër hudhër, kështu që të shkon deri në tru ajo. Po i di mirë në. Nuk dua ti e mun ai, domethënë që pse kthehen gjithë nga ana tjetër kur flas unë. Edhe tjetër, kështu që kam se e du shumë hudhrën, më pëlqen hudhra, edhe ta gatuaj, kështu që po zakonisht është një gjë që e lejtë. Është shumë e mirë për testosteronin. Që më është me palestër. Mos ai ngre më shumë se ç'duhet. Jo, atë se di unë, pastaj do ta ulësh me mjete rrethanore. Hajde ulu. Po arritë majën, hajde ulu ta. Me ujë stotir. Siç e ke kuptuar, besoj ne kemi një quiz tani me disa pyetje që i kemi quajtur pyetjet e Jonuzit. Nga Janusi, mbretëria me dy koka, me dy fytyra. Pra do të vinë dy lloj pyetjesh. Vin pyetje alla Nietzsche që ti bëj unë dhe pyetje alla Molière që ti bën Angelo. Okej. Mund të bie taulins me kokën nëse duhet. Mund të biesh. Jemi me kamera, mund ta filmoj. Po mund të biesh më të fortit blen. Okej. Po s'rin pazar trimët, thash, rrin Petronin. Petronin ishte Ilir Meta, citat. Po. Shumë pazar. Okej. O blen, pasuria më e madhe që mund t'i lësh fëmijëve është ca miliona në bank apo emri i mirë i babit? Emri mendoj emri i mirë i babit është më ashtu, se sa miliona në bank do i prishin shumë shpejt. Se mos ai me tek shtëpi. Po, është vërtet. Me këto çmime tani emri mirë nuk është një gjë që mund ta blesh. Imagjino, ti mund të blesh shumë gjëra. Ka çdo gjë është në shitje, po reputacionin nuk e blen dot. Dashurinë e njerëzve nuk e blen dot. Imagjino Elon Musk donte ti ndronte emrin Bad Bunny, i ofroi $67 milion, tha bëj Good Bunny. Pra donte ti ndronte emrin. E çuditshme. Çan tipi s'ka çfarë bën me lekë. Ndrohet ti. Bëj nga Elon Musk, Elon Scam. Po vlen, kur mbaron së ngrëni, i lan vetë enët apo i lë për më vonë që të zgjasi derisa ti laj dikush tjetër? Tani ne kemi bler një lava pjata larse, çfarë quhen këto? E morë me Black Friday, në? Me Black Friday disa vjet më parë. Por edhe lëm të mbushet një herë lavamanin se i hapin pak ujë atje. Megjithatë, ju këshilloj. Ju këshilloj. Mua më pëlqen lajenat, duke dëgjuar radio. Në një shtunë në mëngjes, për shkak kur i gjej lavaman plot të them, okay, që ka fiks për mua. Është e kam si kështu, e kam patallje. E kam si meditative. Kështu se janë zgjuar akoma, flë gruaja, fëmijët flën edhe jam aty, shikoj kaca pjata, shqyr janë zbutur çik me ujë, domethënë nuk janë lënë kështu, kërse si i lë çunin në dom. Edhe merrem me to, se më duket sikur është një lloj kështu, ndihem mirë. Zakonisht tonave 6-8 nuk i la, që kur të bëjmë ndonjë batutë mos lëndojmë. Jo, mëngjesë, ndark. Top fare. Jemi në emision. Jo. Mos bëjmë ndonjë batutë që para televizorit kam. Kuzhina është nga tjetër. Okej, mirë se sta dim tani me trenin e shtëpisë. Top fare nuk ka lidhje. Po vlen, nëse do ta pyesim bashkëshorten tënde për çfarë është më shumë krenare për ty, si do të na përgjigjë ajo? Duhet ta ketë thënë besoj ty. Për gjatësinë time. Jemi krenar gjithë si staf. Kam shikoni gjithë nga lart. Tani nuk e di shpjeti për atë, por që unë mundohem të jem një bashkëshort i mirë, edhe një baba i mirë, edhe një provider, siç e thon ata, domethënë që edhe ajo punon, edhe sjell në shtëpi, nuk është se sjell vetëm unë. Por që mund të sigurojmë për fëmijët tanë më të mirën e mundshme midis nesh. Chris Rockun kam dëgjuar që thoshte fëmijët, gratë dhe kafshët mund të duhen unconditionally, pra pa kushte. Ndërsa
burrat duhen vetëm kur ata janë provider, pra kur ata japin diçka. I qëndron këtij mendim. mendim. S'kam dashur kurrë një burr në atë kuptim. E kam fjalën mendon je pro, le të themi, kësaj deklaracije që ka thënë Chris Rock. Mund ti shiko, po mendoj që ka të drejtë. Mendoj që ka të drejtë në kuptimin që nëse ti je një pianec ordiner, domethënë që nuk sjell asgjë në shtëpi, rron me lekë të gruas edhe ashtu. Kollovar mo. Kollovar kështu. Nga ata zh, kollovar me zh, domethënë. Si ashtu ti me jate me gjëra, po jo më po. E se njeriu kush ka thënë ai Çajupi ka përshtimin që thotë pika që subie se nga gratë rrojnë, Po. Kështu që një burr mendoj burrat në hije qeshin ku vendojnë. Kam qenë një 2 javë pa punë dikur, unë kam qenë 18-19 vjeç në atë kohë. Edhe ato 2-3 javë pa punë, më isha midis 2 punëve, domethënë nga kamarier në Kjo që ka lënë gjithë, pos gjimnazi. Dhe haja vetëm më thonë, m'pëlqente vetja fare pa punë. Duke vetja kot fare, domethënë që s'po fitoja në lek, domethënë isha kështu. Edhe ishte periudhë shumë e shkurtër. Dhe ka qenë vetëm një periudhë. Un kam filluar punë rreth 17 vjeç dhe s'kam rreshtur përveç këtyre 2 javëve që po ju them. Së punuari dhe ishte siklet mos punoje. Mos silli asgjë në shtëpi, ishte shumë kot. Para se të ikim në reklamë, nëse sheh rroba në tel të thara, i mbledh apo bën sikur si sheh? A mos më thuj dhe për këtë kam atë nuk pa gjë. Nuk pa gjë, okay. Nuk pa gjë. Vini. Po më tha gruaja që duhen mbledhur se do filloj shiun, kështu shkoj e bëj. Po nuk është hobi im të mbledh rroba. Jo. Të nxitem se pritet të filloj shi tani. Mirë, se kemi na do që i pyeti, po ai s'ka gjë, se bëjmë një tjetër sa kemi reklama dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak vazhdoni që ndroni këtu me na.